Tim të drejtë për drejtë të nderuar shikues, do të shkojmë me një lidhje live me kandidatin e Partisë Socialiste për Lezhën, zotin Pierin Dreu. Zotin Dreu, përshëndetje. Është larguar nga linja ose ka rënë linja, do të presim pak çaste, por sa regjia të rilidhet me zotin Dreu, do të ketë një prononcim për incidentin e ndodhur në Lezhë, në Shëngjin. Në fakt, ku pati edhe një deklarat nga ana e policisë së Lezhës në lidhje me plagosjen që ndodhi. Këto janë pamjet nga vendi i ngjarjes, shihni, është rrethuar vendi nga policia në Shëngjin. Drejt Shëngjinit është nisur edhe kryetari i parlamentit zoti Meta. Kemi patur raportimet me Vitore Ndojnë nga vendi i ngjarjes. Po, kam në lidhje të drejtë për drejtë zotin Ndreu. Zotin Ndreu, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë komenti keni në lidhje me këtë incident? Unë jam vënë vini për një incident në Shëngjin, të disa persona që janë qenë jashtë qendrës votimit, për arsye që akoma nuk dihen. Një incident që është shumë më rrasur dhe në goditje. Tani për momentin unë nuk kam një informacion më tepër, por e që duhet të them është se situata që para dite ka filluar me problematike. Grupet caktuara të Lëvizjes Socialiste me integrim me nga 5-6 makina kanë 1% të shëndimit duke krijuar tensione të ndryshme. Në Kallnet dhe në disa zona të tjera kanë hyrë dhe komisionerët tanë, kanë marrë në telefon një orë përpara nisjen e bërshëm personalisht dhe drejtorët e policisë dhe i kanë kërkuar ndërhyrjen e tyre të çmon në një agravim të situatës përfil supervizionin dhe Partisë Lëvizjes Socialiste për integrim ishin shumë të nxehtë në lëvizje dhe në problematikë. Zotin Ndreu, zoti Tusha është shprehur, kandidati i Lëvizjes Socialiste për integrim, se kjo është një vepër e rilindjes. Në një prononcim që pati vetëm pak çaste më parë. Në fakt, këto sa po rilindin në një sherr, në një herë pyet akoma pa jo sa boja i vepër të Partisë Socialiste. Është çuditshme se si funksionerët lartë të Lëvizjes Socialiste për integrim e gjenë autorin akoma pa ndodhur ngjarje. Është e habitshme. Ne të rezervojmë të drejtën që t'i lanë policisë kohë që të hetojë dhe të nxjerrë fajtorit. Ne përfundojmë atë një kushdo të ketë qenë aty, por nga ana tjetër këto janë incidente të paranuara nga unë vetë personalisht në bisedë me ministrin e brendshëm dhe në drejtorin e policisë qarkut një orë para se të ndodhin. Dhe këto janë kërkuar të hyrjen e forcave të rendit në disa vende ku grupe të organizuara të Lëvizjes Socialiste për integrim po usonin trysnimin në qendrat e votimit dhe po fynin në një komisioner tonë. Tani ky është mund ta konfirmoni me ministrin e brendshëm të bisedën time të një orë më të para dhe me drejtorin e policisë të Çajkut. Pra, ka një shqetësim të ngritur në anën jonë për incidente dhe si duket ta në zi presit të incidente dhe të drejtorin e viktimës publike, gjë që ka ndodhur gjatë gjithë kohës në fakt. Po deri më sot nuk kanë dhënë aty fakt dhe aty të saktë pse. Po të një provë se kush dhe si ka ndodhur. Po vetëm llafe merë që nuk është produktive, nuk është e mirë. E mirë është që të mbyllen njerëzit dhe mos të lënë horat të shëtisin e përqenda votimit, por të lënë njerëzit të votojnë qetë. Kjo është problemi. Situata në përgjithësi është e qetë, nuk ka absolutisht asnjë problem, është një rast nuk janë shënuar incidente të tjera. Po nuk ka në një tension në një gjohë, i vetëm tension është lëvizja e pakontrolluar në Shënkollën, në Shëngjin dhe në Kallnet të disa eksponentëve të lëvizjes Socialiste deri në hyrje personale në Kallnet të komisionerit tonë. E kuptoj. Zotin Ndreu, ju falenderoj për këtë ndërhyrje. Asnjë nga grupet asnjë nga simpatizantë dhe militantët e Partisë Socialiste nuk është grupuar dhe nuk është gjend asnjë në to lloj organizimi dhe në provokime. Pra ka një funksion të brendshëm që e prodhojnë vetë ta zotërit dhe e shfaqen një herë sa po të do një grevishe të bunë një herë ka të virën më të saj për të zhërë fajtorin pa mbrit qikal, zotërit gjenë fajtorin. Kjo është një absurd, është një sjellje e ullët politike, është një benzin që i herë të gjarit, por ne edhe dhemi qëtë që sigurojt se nga Partia Socialiste dhe nga simpatizantë në saj nuk dhe përdojnë ashtë një incident, që të dhe vjetë të dhe qetë dhe populli i Lezhës do shkojë të votojë për atë që dëshiron. E kuptoj. Zotin Ndreu, ju falenderoj për këtë ndërhyrje telefonike.
Faleminderit ju. Grupet e LSI-s kanë krijuar tensione, është shprehur zoti Ndreu dhe LSI-ja e gjen fajtorin përpara se të ndodhi ngjarja. Kanë qenë akuza dhe kundër akuza, fillimisht nisur nga zoti Tusha, i cili u shpreh, kandidati i Lëvizjes Socialiste për Integrim, se është një vepër e rilindjes plagosja që ka ndodhur në Shëngjin, drejt Shëngjinit, drejt Lezhës. Është nisur edhe kryetari i kuvendit zotit Meta, në mbrojtje të zgjedhjeve të lira, bandat e drogës nuk mund të mbajnë peng Shqipërinë, është prononcimi përkatës. Ndërkohë në pamje ju patë zotin Basha teksa hynte në selinë e Partisë Demokratike pasi ka votuar, votimin e ndoqët në transmetim të drejt për drejt, po kështu edhe deklaratën që pati. Një informacion i fundit, Ministria e Punëve të Brendshme njofton se është shtuar numri i denoncimeve për rastet e dyshuara të veprës penale të shitblerjes së votave dhe intimidimit të votuesve pranë grupeve të posaçme të ngritura në Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit ka mbritur qindra denoncime që flasin për një fenomen në rritje të tentativave për blerje të votave. Në këto kushte, Ministria e Punëve të Brendshme ju bën thirrje të gjithë qytetarëve që të mos bien pre personave që kryen këtë vepër penale e cila dënohet me ligj. Inkurajojmë të gjithë qytetarët që denoncojnë çdo rast të tentativës për blerje të votës apo intimidime të tjera në numrin e Policisë së Shtetit 112, ku anonimati do të ruhet dhe është i sigurt pra i denoncuesit dhe për raste të abuzimit të punonjësve të policisë me detyrim në numrin 0800 90 90. Sqarojmë të gjithë qytetarët se për shkak të kufizimeve të posaçme ligjore për rolin e Policisë së Shtetit gjatë ditës së zgjedhjeve të denoncojnë zyrtarisht në numrin 112 në mënyrë që Policia e Shtetit të veproj për të vendosur para ligjit të abuzuesit. U bëjmë thirrje gjithashtu edhe antarëve të komisioneve të qendrave të votimit që për çdo rast pa rregullësie të njoftojnë KZAZ-n, e cila është autoriteti ligjor që duhet të njoftojë Policinë e Shtetit për të rikthyer normalitetin në qendrat e votimit. Ministri i Punëve të Brendshme, zoti Dritan Demiraj, garanton të gjithë qytetarët se çdo krim elektoral do të ndëshkohet me rreptësi sipas parashikimeve ligjore. Ai u bën thirrje edhe subjekteve politike që tulin tensionet dhe të punojnë bashkërisht për një proces zgjedhor të qetë. Është kjo deklarata e Policisë së Shtetit bashkangjitur edhe thirrjes së ministrit të Brendshëm.